kur na imrojnë lojme. Usulmusat, patrulla e policisë, të liqeni Batlausa, nesër e premte qohë na shkojnë në Orlan, me një herën, edhe është di tregu takohna me Zahirin, edhe me Hasanën, thët Zahiri s'ka shkrip arme veç një herë, ku me shkrip të ilonë rrëth liqenin e Rasukën, e fishek të shirkën pa rritavë, lagë. E të madhë shka merin mbrami, hajtë unë i terën fishekt, edhe erdhën mbrami Zahiri e Hasani, i terën fishekt një farë furë, shëret ziu kon kështë. Dullu ma ton liqeni edhe i provu më arbet. Ajo, shkrepte një herë, dy, thëmë, ja, lektos. U këthym, ato orë me lambë, kemi posë dhe 2-3 orë, një automatik tjetër e një gjysë automatike, edhe tash të menu, se unë rejshin patrulla e policisë kanë 7 në Orlan, ku është sëtë restoran liqeni, Adriatiku në të vërtetë. Zumë pusim e Zahirin, të menu që po vinë me nivë që zhvishnë ajo veç me një autoblin, tanks që shkonë, kaluna sajde, edhe dështoj ajo aksion dhe më honë e lamëtën e ormet. Aksionën e dytën e kemi vazhduhe në podojirë. Zahiri, ja ka shtrajtoj Cipirip, qaj Cipiripi, një zullumqar, një kriminell i ardhëm nga Bosna, a i mësu me vra, ati në luft, për mi rekështu pak, jo doke. Ja ka shtrajtoj bobën, edhe Zahiri, dhe një notën në podojirë, edhe ja nëmërën 16 pluma në stomak. Nuk vdesaj, interesant jetë në karros, po, me gjatë aksioni pat efekt se aj mu. Mas 2 ove, i pata thonë Zahirit, tash, a peshe që si e gjuetarë, se ata janë familje madhe, kun 4 atatorë, veç një fetorë, kun gjuetarë për tyne, tash. Duhet në kokë mja mojtë, leprit, derit, arush, këtë sira në kokë, në gjimë tyre plagos. O, thaj, po ta ofër, deshta me këput, midis. Ti den Nikolicin Sërkesh, një zullum qari, një krimineli. Kokën ja ka këput, një karikator, 32 copa, ja ka këput me Kalashnikov. Tana i kemi fillu që ashtu me aksione dere sa u vro Zahiri. Një dhe për detësh Zahiri u vro. Është e vrosja e Zahirit i shkëqit liber se kanë qarkullu e të një farë mendimesh nga shok të veprimit edhe tjerë, po e ke po kur jetë në rjedhë për i fillimit. Unë i ku për cilë, a ditë që u vro Zahiri, me 31 janar, thëtë shkujti nasha borba, Danosu, të Cërnagora, të gradi, unë i nga isha ata që pa thonë, se për neves është. A dite për cilën Zahirin, thët jemi konë të interesu me për cilë ku po shkanë. E me zbuluën një grupë të madhë, me ka po e takuhet. Mirë po, Zahiri ku shkanë Pestov i heton, që për cilën. Për cilje e ashtu qujtur japoneze. 3 kjere për para, 3 mrapa, Zahirin me lade shtinë midis. Edhe në kontu e për cilë, a i ka pos me shku vëqitën. Po kur shkën në Pestov, tash ku ka ndërë gjarja, Zahiri i hetën, edhe ja u kërset i pari. Gjithë një po bazona në ndojme që ka unë Beogradi dhe gazeta në Shaborba dhe Danasi që kanë shkruhe. Ato s'kanë pos zërë me shtramru. Edhe i plagues 4 polis, që na një ka vdek për i ty në me siguri, edhe thetë na jemi konë detyru me gju me vro, edhe gju le vrojnë Zahirin, Hakifin edhe Edmond Hoxhën. Kështu e përfundon jetën Zahiri me ata atentat që ndodhën Pestov. A ka qenë vështirë me shkru pikrisht për këtë pjesë, të marrë pa arsysh që e keni pas mbështetje ko gjatë madhe Zahir Parazitën? Po thëmë, a i ka qenë njëri i veçantë. Aje ka këqyrë gjithmonë televizionin shqiptarë, si kur që e kom këqyrë edhe se ma ka rrugë mua atë të restoran liqeni, një farë e kom shpinë si shpatë. Interesant, Anton Qetës nuk ja kapte Shqipërinë, na me dë saqa, me dë legena, të aluminit, me dë, u borë një farë mënyre Shqipëri, bas kushtetutë 74-ës. Na e këshëshëm Shqipërinë, atë në Orlan, kur shkëshëm minishëm ata të ordore, se si ja u rëkët u bolla për mijen, për çkalen, për Sërvin, na fot shumë për Shqipërinë, sepse gjithmonë me Shqipërinë. Aty u pajis, po me ide patriotike dhe adhetare. Mirë po, ka i ka ndiku edhe veprimtaria Adem Demoqit, e ka pos i dëll Adem Demoqin. A edhe une, pse po ka me të bërga Adem Demoqit, qka ka bo Adem Demoqit? Në më honë Shqipëria, edhe Adem Demoqit, ka ndikua shumë tek ne, që më bëjës me ide patriotike, adhetare edhe kombëtare. Tash në vitin 1991, 2 grupe kosovare shkojnë me ushtru Shqipëri.
e organizon doktor Ali Aliu, ishte antori kryesisë qendrore të LDK-s, Hafez Gakica ishte kryetari i Lidhjes Demokratike të Kolegjiumit të Evropës, këtë shtetet të Evropës. Imer Berisha ishte i lëvizjes i majosit, i lëvizjes popullore të Kosovës. Edhe bisedojnë me Rami Zalin, edhe Zahiri shkon qatë grup në ushtrime në Shqipëri, me 60 vjetë. Mirë pa i shkon në vend dhomrit vetë një fare në Verosmonit, se lëvizja ka caktua ato, edhe se ti e i martu me je, po shkojnë në vend tënë. Edhe shkojnë me letër njoftim tagimit, vlajt Zahirit. Kur shkojnë një ditë mbledhjen po djev, kryesis Degës, Recep Gjergji, një farë Fatmir të Prica, u koni i vetë mbrojtës, sektorit vetë mbrojtës, më nalën, në lëtë Ismail mas promi, kem me bolla diçka. E një mirë që Zahir Pajazitin, tha që na u ka përvjedhur shku në shtrime me këtat. Thash inshallah janë tjerë se Zahiri. Unë s'piti kush jenë, në mes që desha kush jenë tjerë, po. Thash inshallah dhe tjerë jenë se Zahiri. Njeri ma të pregaditën s'kije. Sepse i ka pas 12 muaj shërbimin në sharak të krym Jugoslav. 2 vite ka qenë shkollën e policisë, në Vëshitërn. E përjashtojnë. Sepse ka bu pyetje politike, pse Kosova s'ka akademi ushtarake, akademi policore. Edhe e kanë përjashtua. Në 89-shin, për herë por ka kalu kufinin në Shqipëri të Buna, të Urqini, atje ka lënë Shqipëri me po Shqipërinë, e ka dhe shumë Shqipërinë. Në 94-shin, gjithashtu, 84-shin, po në 94-shin shkon edhe e norin policia kufitore me do bombe, me do, e burgosin. Edhe kuj u thët, so minuta që po mëvani këtu, po vanuet liria e Kosovës. Se që më në kontrabandist i armeve, po na vynë për qëllërimin e Kosovës. Nese ta ne ka pat intervenu dikush edhe kanë falshu. Bile thejke, këgja ja pat mori note, o Zahir, ty në bolë s'po të shkërun për shka i kiti aty, kushia, i e kontrabandista, shkërje, shteti s'ka pos faj. Edhe kështu që gjatë ushtrime, grupin e Zahirit dallohet edhe është ushtari i por, që është gradu me gradën skuadrant, që kun maj miri, e kanë dekoru generalet shqiptarë, shqiptare të Shqipërisë. Dhe më ka qenë shumë i pregaditur. Edhe në aspektin patriotik, edhe në këtë aspektin praktik,